Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga Aleanca Kombëtare për Integrim Valbon Limani, në prag të 11 janarit, kur do të mbahen zgjedhjet e përsëritura, ka intensifikuar takimet me qytetarët e vendbanimeve të ndryshme. Gjatë weekendit, Limani ka realizuar takim edhe me banorët e Zdunjës, ku është takuar me strukturat lokale të koalicionit dhe me banorët e zonës. Në këtë takim, ai shpalosi vizionin e tij për zhvillimin e fshatit dhe për drejtimin e komunës së Gostivarit gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar, duke vënë theksin në infrastrukturë, zhvillimin ekonomik lokal dhe shërbimet për qytetarët. Sipas deklaratave nga organizatorët, gjatë takimeve janë shkëmbyer mendime dhe qëndrime lidhur me zgjedhjet e 11 janarit dhe procesin zgjedhor në përgjithësi. Limani ka paralajmëruar se do të vazhdojë takimet me qytetarët edhe në vendbanime të tjera të komunës deri në përfundim të fushatës zgjedhore. Nga koalicioni AKI ka njoftuar se Limani ka kërkuar nga banorët që së bashku ta rikonfirmojnë fitoren e zgjedhjeve të 18 nëntorit, kur ai mori rreth 17.000 vota, por për shkak të mosarritjes së censusit, të njëjtat dështuan për të ripërsëritur më 11 janar.